nga Vlora, por që jetojnë në Tiranë. Prej kaq shumë vitesh. Çfarë duhet të them? Që kur unë isha gjimnazist, që kur unë isha më i vogël si gjimnazist, sepse bëja piktura në telajo dhe ndjeja një boshllëk. Thosha, okay, dakor, unë e bëj këtë pikturë, po e lë mbrapa në studio, le të themi. Se mos ta shfaq në publik. Bëra një pikturë që asnjëri nuk më falenderoi. Kam mbaruar Akademinë e Arteve. Sigurisht në artin e rrugës, këto i kam mësuar vetë gjatë rrugës. Tek ata brez jam, sepse në fund të ditës arti i rrugës ky duhet të jetë. Jo të jetë zbukurues, por duhet të përcjell një problematikë të caktuar. Me artistët që ndjejnë kënaqësinë e vetes. Artisti i rrugës nuk e ndjen kënaqësinë e vetes. Artisti i rrugës duhet të ndjejë kënaqësinë që ndjejnë njerëzit që e shohin atë. Puna me artin është si një djalë dhe një vajzë kur dashurohet, që asnjëri nuk ja thotë që unë të dua në mënyrë të palishme, të palishme, dhe unë i bëja gjithmonë. Sulmi i parë në Myslypshyr ka qenë ilegal me veprat e tua. Ke pasur ndonjë sulm nga shteti? Jo, asnjëherë, sepse kur unë kam nisur të gjë, nuk shifja vija, le të themi, te kjo rruga që jemi këtu tani. Dhe shifja kur kalonte patrulla e parë. Franco, mirë se erdhe. Kënaqësi që kam një artist sot. Faleminderit. Na bëj një prezantim të shkurtër për veten, të lutem, për gjithë ato që s'njohin. Unë jam Franco Dine, jam 33 vjeç, jam nga Vlora, por që jetoj në Tiranë. Prej kaq shumë vitesh. Çfarë duhet të them? Dilte artit ajo që bën. Po. Ideja e artit ka nisur që kur unë isha gjimnazist, që kur unë isha më i vogël si gjimnazist, sepse bëja piktura në telajo dhe ndjeja një boshllëk. Thosha, okay, dakor, unë e bëj këtë pikturë, po e lë mbrapa në studio, le të themi. Se mos ta shfaq në publik. Dhe kështu u lidha me artin e rrugës. Dashur pa dashur, po gradualisht fillova të mendoj që okay, dakor, arti i rrugës nuk është vetëm diçka zbukuruese, por është që jep një lloj problematike shoqërore, kulturore, politike, gjitha zhanret që ne i shohim dhe i hasim në rrugë, gjitha problematikat. Dhe kështu thash, okay, do vazhdoj me artin e rrugës. Kam arritur deri sot. Si e nise si eksperiencë të parë? Bëre ndonjë kështu eksperiment në shtëpi, të mori kuzhinën? Po, jo, fati im i madh ishte sepse unë në Vlorë kisha studion time. Dhe kesh një studio kur je akoma në hapat e para të punës tënde është gjë shumë e madhe, ke liri. Dhe aty unë fillova të praktikohesha shumë me këtë gjë, fillova të bëja eksperimentet e mia të para aty, shifja në internet se si punohesh me sprajtin, fillova të shifja dokumentare, çdo gjë që lidhe me artin, fillova të merja libra, çdo gjë që lidhe me artin e rrugës. Dhe pastaj dola aty në lagjen time, fillova po bëra një pikturë që asnjëri nuk më falenderoi. Do të thënë, të vetmi të Çfarë pikture ishte ajo? Ishte një fëmijë, thjesht një fëmijë bëra dhe të vetmit që e pëlqyen ato, ose le të themi bën fotografi, ishin dy nga këta që merren me fet. Dy të huaj, dy amerikanë u dukën, vetëm ata e pëlqyen dhe i bën një foto. Do me thënë, ata jo se ishte ajo një mrekulli, po thjesht në atë lagje vetëm ajo ishte, s'kishte asgjë tjetër. Si thesar në lagje. Si një diçka që do thënë, okay, wow, në lagje që s'ka asgjë, kjo, ajo s'ishte asgjë në fund të ditës, ajo piktura që unë bëra. Po nej, se ka pasur një vlerë për ty, se ka qenë vepra e parë morale, le të themi? Ajo ishte e para, kjo është tjetër gjë, por si teknik, si gjë, ishte thjesht eksperimentet e mia. Dhe kur e shoh, është dhe sot ajo, dhe kur e shoh ndonjëherë them, kjo që kam bërë dikur. Ka qëndruar ashtu? Po, asnjëri s'e ka prish. Akoma vazhdon të jetë. Thjesht, okay, është zbardhur nga bojrat e gjitha këto, por që qëndron.
Ke pasur një perfekcionizëm gjatë gjithë kohës në mënyrë autodidakte apo ke Shikon, unë kam bërë shkollën e artit, kam mbaruar Akademinë e Arteve. Sigurisht në artin e rrugës, këto i kam mësuar vetë gjatë rrugës. Shohim sot që janë piktorë të shumë që janë bërë, edhe në gjithë botën kanë dalë shumë që bëjnë murale. Por unë vazhdoj të jem tek ajo pjesë ose tek ata old school, le të themi, tek ata që bëjnë për problematikat shoqërore, për dhunën, për mbrojtjen e fëmijëve, të gjitha këto problematika që unë sapo i cekam çfarë, tek ata brez jam, sepse në fund të ditës arti i rrugës ky duhet të jetë, jo të jetë zbukurues, por duhet të përcjell një problematikë të caktuar. Po, desha të dalë këtu në fakt, në rast se nisim arti i rrugës, jo siç është në formën tani, po daton që para erës sonë, nëpër shpella, nëpër ka qenë gjithmonë një formë të shprehurit e njerëzimit. Në atë kohë s'ka qenë media, po ka qenë kjo si zvendësuese e medias. Është e vërtetë. Shumë kanë pasur fokus fetar në atë kohë ose kundër sistemit. Po, është e vërtet, kanë ekzistuar dhe kemi arritur sot në ditët që jemi me ndryshimin komplet të artit të rrugës. Por, gjithmonë duhet, është ajo që sapo thamë, çfarë duhet përcjellësh me këtë, me imazhin që do të bësh. Se thjesht, okay, mund të bësh një lule, po kjo lulja çfarë simbolizon, çfarë domethënie ka? Se a treq kjo publikun, ose a i jep një mesazh këtyre njerëzve me këtë lule që ti po bën, apo thjesht është diçka dekorative dhe thjesht e bën për kënaqësinë tënde artistike. Se këtu duhet të ndahen artistët e rrugës me artistët që ndjejnë kënaqësinë e vetes. Artisti i rrugës nuk e ndjen kënaqësinë e vetes. Artisti i rrugës duhet të ndjejë kënaqësinë që ndjejnë njerëzit që e shohin atë punë. Do të unifikohet me pra, kurse artisti që thjesht bën një pikturë dhe qëndron aty dhe thotë, okay, mua më pëlqen kjo sepse e ndjej unë ashtu, ai unë mendoj që nuk është një artist rruge, por është një artist i cili ka dëshirë për të bërë murale. Po pse e pate këtë thirrjen ti që doje që krijimi jot të kishte një audiencë më të gjerë? Po, nuk e di, është e brendshme, ajo është një gjë e brendshme. Plus, për më tepër pastaj që unë vetë jam arritur jo në rrugë, le të themi, po me njerëz shumë, plus me komunitet, kam jetuar nëpër konvikte, jam gjendur shumë rrethanave, siç të thash, problematikave. Dhe kjo gjë më ka trequr që të jem pjesë e kësaj gjës dhe ta bëj ashtu siç unë e ndjej. Aq më tepër që unë jam pjesë e aktivistëve, që merrem me pjesën e aktivizmit të natyrës sidomos. Dhe kjo gjë më ka bërë që unë të pjesën më të madhe të imazheve të mia ta drejtoj rreth mbrojtjes së natyrës. Ke bërë ti një përshkrim, se u multova çik te profili jot. Ke bërë një përshkrim të vetes që kush punon me duar, me kokë dhe me zemër quhet artist. Po. Sa zemër fut ti në krimtarinë tënde? Unë e kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta theksoj që puna me artin është si një djalë dhe një vajzë kur dashurohen, që asnjëri nuk ja thot që unë të dua, por ama shikimi i tyre kuptohet. Pra, kështu duhet të jetë edhe puna e artit. Në momentin që ti jep maksimumin, jep zemrën tënde, jep dëshirën tënde, jep të gjithë pjesën e ke si fëmijën tënd, atëherë ai art do ta përcjell tek njerëzit e tjerë. Në momentin që ti nuk jep maksimumin dhe nuk je i vërtet, aq më tepër pasaj që nuk je i vërtet, sigurisht që ajo do të çaloj diku. Kështu e mendoj unë të paktën artin që bëj. Duhet të japësh maksimumin tënd, të djersish në atë që po bën, që njerëzit ta marrin atë feedback mbrapa. Në momentin që ti nuk je i vërtet në atë që bën, sigurisht që doj diku ajo vepër arti që është bërë. Kur ti nuk i jep shpirt, sigurisht kur nuk i jep shpirt, po sepse ti po gënjen veten dhe duke gënyer veten ke gënyer edhe të tjerët pastaj. Se nuk duhet të gënjesh në artin që bën. Duhet të jesh i vërtet. Prandaj ato pikturat e mëparshme, le të themi, e rilindjes sidomos, janë aq të bukura, sepse janë të vërteta, janë të gjalla. Kush të ka mbështetur më shumë ty në fillimet e tua, përveç atyre të huajve që përmende që vlerësuan? Mbështetjen unë e kam pas nga prindërit e mi sidomos,
Vetë pastaj. E kanë pranuar këtë lloj rrugë që zgjodhet se në Shqipëri ky arti i rrugës duke qenë se dalim dhe nga një shoqëri komuniste. Mbas çfarë vitesh ka filluar si fillim? Shiko, arti i rrugës ka filluar shumë shpejt. Le të themi nga 2000 e këtej ka filluar ka lullëzuar, por ka një diçka që kanë qenë të huaj pjesa më e madhe, që i kanë bërë muralet, sigurisht kanë qenë dhe shqiptar, që kanë bërë ato imazhe, por gjithmonë e kemi edhe cur hap mbas hapi, do me thënë, kanë qenë dikush, le të themi, dikur e ka lënë, kam ardhur unë, do vinë të tjerë, dhe kështu me radhë, kështu do vazhdoj të jetë arti i rrugës në Shqipëri, duke ecur me hapa të mira deri tani, le të themi. Dhe mendoj që u lodha. Kur flet me pasion për punën. U lodha. Po thosha te mbështetja që të dhanë prindrit, domethënë si e pranuan këtë rrugë që zgjodhe në fillim? Jo, ata ishin ata më thanë, shiko, jepi drejtim vet, domethënë tani je i Zoti për të bërë çfarë ti di të bësh dhe çfarë do të bësh. Dhe kështu unë thash, ok, dakord, unë do ndjek këtë artin e rrugës, o do bëhem dikushi, o nuk do bëhem fare. O do çaj me këtë gjë, dhe kur them do çaj, do me thënë do godas me mural. Do të lësh gjurmë. Po, do lë gjurmë, ose unë nuk do ta nis fare këtë punë. Dhe kështu e nisa fort, realisht shumë fort, me mishe, me shpirt. Që e vështirë në fillim? Që shumë e vështirë, sepse kur unë e kam nisur në atë lloj mënyre, njerëzit nuk e njihnin shumë mirë artin e rrugës, se çfarë ishte. Aq më tepër pastaj kur gjitha pikturat ishin me një mesazh të caktuar për dhunën ndaj fëmijëve, dhunën ndaj grave, mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen e kafshëve, mbrojtjen globale. Të gjitha këto dhe njerëzit kur i shihnin ishin pak të stepur, thoshin, ore, çfarë po ndodh? Dhe kjo gjë nuk e kuptonin? Nuk ishte vetëm fakti që nuk e kuptonin, po ju erdhi si një bombë. Si surprizë. Si surprizë gjithë kjo, sepse unë për një javë bija 10 punë. Ku i ke bërë këto kryesisht? Në Tiranë. E imagjinoni dot që në më shumë shyri mund të kishte 5 punë brenda natës, sepse unë i bëja natën këto. Më fal, me që nisëm këtu që të ndërpres. Këto i ke bërë në mënyrë të palishme, të palishme, dhe unë i bëja gjithmonë natën. Dhe bëja në një rrugë, mund të bëja 2 imazhe, por në mëngjes kur dikush çoi dhe thoshte, po nga dolën këto, unë dje nuk i pash. A nuk kishe atë frikën dhe emocionin që po i bëje në mënyrë palishme edhe të ndalon? Frika më e madhe imja ishte, domethënë, si do pritej. Domethënë, nuk desha që imazhi të më kalonte thjesht shu. Pa u vënë. Kjo ishte frika ime më e madhe. Gjithmonë të nesërmen kur zgjohesha, kisha në mendje si po pritet ai imazh, dhe veja e shifja aty që okay, njerëzit triqeshin nga ky imazh apo jo. Kjo ishte frika ime. Si kanë qenë reagimet e para? Të them reagimet e para, nëse unë të përmend shqiptarin e kosovarin, janë 2 vëllezër që kanë një reklamë. Aty kur u bë në fillim, aty kishte një dundje me njerëz që i bënin fotografi. Dhe unë thjesht kaloja dhe mua më thoshin, çuni më fal, apo pak se do të bëj fotografi i imazhit. Do të thënë nuk e kishin fare iden kush ishte autori asaj gjë, le të themi. Asaj vepre. Thjesht më thoshin apo kalo këtej se unë do të bëj fotografi punën. Dhe kjo ishte edhe një emocion tjetër, kur ti thoshe, okay, këtu asnjëri nuk më njeh, po thjesht, okay, imazhi është në plan të parë. Dhe kjo është më e bukur e kësaj gjë, sepse në momentin që vihet imazhi në plan të parë është gjë më fantastike, ke arritur, le të themi, qëllimin e dur. Nëse një artist vë veten e tij në plan të parë dhe arti në plan të dytë, atëherë kjo për mua nuk qëndron. Ku e merr frymëzimin ti? Se normalisht gjitha veprat e tua kanë një mesazh nga mbrapa, siç e përmendëm edhe më parë. Ku e merr frymëzimin për të bërë këto lloj veprash? Ose këto mesazhe? Të orienton dikush apo thjesht nga njerëzit e thjesht,
Domethënë, tani për momentin po bëj diçka në lidhje me, po dëgjojmë shumë burgu, po bëj diçka në lidhje me burgun. Domethënë, unë frymëzohem nga situatat që problematika aktuale që ndodhin. I jap shumë, domethënë e hedh shumë veten time në atë imazh, e rikthej derisa të mendoj që ky është imazhi i duhur për dalë në publik. Domethënë bëj disa skica në fillim, bëj imazhe pafund derisa në momentin e fundit them, ok, dakord, ky është më i miri për të dalë në publik. Me që jemi këto skicat pafund, ke ndonjë vepër që e ke skicuar pafund e nuk e ke hedhur në jetë? Po ka plot në atë gjë që unë kam bërë dhe kam thënë jo, nuk ja ka vlejtur, sepse thash, është ajo dashuria që jep në fillim dhe ti thua, ok, dakord, po kjo nuk ka për trequr. E ndjen vetë, e vendos veten në pozicionin e shikuesit. E shikuesit dhe thua, kjo nuk ka për trequr, kjo nuk ka për të kuptuar. Ke besim të ky instikti ti, se zakonisht ndodh në shumë profesione që një gjë që ne mund të na duket e dështuar mund të ketë realisht sukses. I pari unë pyes shumë veta para se ta nxjerr një punë. I pari për shembull është bashortja ime që unë e pyes dhe i them si të duket kjo gjë. Dhe ajo sigurisht me një natyrë të ftohtë thotë bën, nuk bën. Sepse i kam thënë vetë, ma thuaj këtë gjë, mos më thuaj jo po... I ke thënë ma arro që më ke bashkëshort? Po, ma thuaj bën, nuk bën. Me thënë jo, po shiko se eshe bukur, jo, bën, nuk bën. Pastaj kam disa miq që janë dizajner edhe me punë të tjera, dhe atyre u tregoj, i them si e shikoni, ja vlen, nuk ja vlen kjo gjë. Dhe nëse kritikat e tyre mua më tërheqin edhe them, ok, dakord, ja vlen për t'i shtuar këtë gjë, i shtoj. Nëse pastaj them që nuk ja vlen si punë, e lë, them, ok, dakord, kjo nuk ka për të dalë sepse nuk është punë e arir. Prandaj them që arti i rrugës nuk është thjesht shif një mur edhe bëje. Është shumë kompleks në vetvete. Duhet që duhet një mobilizim i fuqishëm që ti të bësh një vepër morale. Nuk është thjesht, ok, pash një mur, sa bukur ky mur, ja ta pikturoj. Po, sepse përveç anës estetike ka mesazhin që do përcjell. Është e gjitha, duhet të jesh, është krimtari. Është e gjitha krimtari. Të paktën unë kështu e mendoj. A ke pasur ti, me që e nisëm çfarë që sulmi i parë në Myslypshyr ka qenë ilegal me veprat e tua. Ke pasur ndonjë sulm nga Po jo, nga shteti? Jo, asnjëherë, sepse kur unë e kam nisur të gjë, unë shifja vija, le të themi, te kjo rruga që jemi këtu tani. Dhe shifja kur kalonte patrulla e parë. Dhe bëja llogaritjen kur do vinte e dyta. Dhe kështu unë e llogarisja që kur ata vinin. U bërë edhe një kështu ekspert i patrullit. E bëja këtë gjë sepse desha që të isha i qetë nga kjo gjë. Dhe pastaj shifja vendet, shifja mënyrën e njerëzve, vendit ku do bëhet imazhi, gjitha këto. Po më vonë si u zhvillua kjo anë? Se tash aktualisht ke një marrëdhënie me bashkinë, besoj? Bravo. Më vonë unë isha pjesë, nuk e di nëse e mbani mend apo jo, Ekovolisit me bicikletat. Dhe më vonë rastisi që do bëj një pikturë në bashki. Dhe ky ishte një fat për mua, sepse aty takoj kryetarin Erion Veliaj. Dhe e shvirtuajmë këtë gjë dhe i them, shiko, unë kam qef që të jemi bashkëpunues në këtë gjë. Me thonë, që bashkia le të më lërë dorë të lirë për të bërë këto imazhe. Nuk i theti që unë jam ai anonimi që... Jo, për fat mirë, për fat shumë të mirë, dojtë li leja. Do me thonë, unë isha i pari në Shqipëri që kisha një leje, do me thonë, kisha gjithë qytetin në dorë. Më doli një leje që shkruante që ky artist është i lirë për të bërë pikturat murale, me edhe kryetari poshtë firmën e vet. Do të thonë, kesh gjithë qytetin në dorë, ishte një fat i madh.
Dhe kështu vazhdoi pastaj pjesa me bashkinë. Unë u futa brenda në bashki, fillova të punoja me ta. Sigurisht që nuk asnjëherë të vetme, se ndonjëherë kjo kur thua u futa në bashki, ndoshta do më linte, do më vinte atë muri para. Po, desha të pyes në fakt, a ke Jo, pasur në limite ose asnjëherë. deri ku mund të shkojë arti jote dhe Asnjëherë. Ta nuk e them, pasur Franco, censurimin? as edhe një herë nuk më kanë thënë një gjysmë fjale për punën time. Sepse e para një që unë këtë bradditur që në fillim, dhe e dyta, pastaj unë nuk është se e kisha lidhur kërthizën me bashkinë. Në fund të ditës unë isha edhe një le të themi mbas orës 4, që janë oraret zyrtare, unë kisha një jetë time të lirë. Isha një artist i lirë. Dhe mua nuk më ndalonte dot njerit për të më thënë që shiko pse e ke bërë këtë gjë. Dhe këtu isha shumë i qetë me veten time. Jo, më shumë po flas për tematikat. Për shembull, Po, në rast se ti nxjerr fare. një murale që është antisistem, ose që prek direkt bashkinë, Shiko, nuk kishe ca kushte aty e para njerë, vetë si njeri do thoshe, okay, si mund të bëj unë dikë të bëj diçka për dikë që më ka dhënë dorën. Se kjo i bie që, okay, nëse ne shtrëngojmë duar tani me njëri tjetrin dhe unë të them pastaj që po thosha që në momentin që ata më dhanë lirinë, unë si mund të bëja diçka kundër tyre, se nuk kishte sens. Kushdo qoftë, jo vetëm unë, po kushdo qoftë. Okej, përveç logjikës, e lema anën logjike që ne kemi bërë një marrëveshje bashkë dhe ti do më qëndrosh besnik, në thonjza ose brenda kontureve. Por në rast se ti shef diçka që bie nga ana ime, që bie ndesh me parimet e tua, jo, te kjo nuk edhe me isha idenë që ke ti si artist. Jo, fare, jo, fare, nuk as edhe njëherë, nuk, më thënë, unë në bashki bëj gati 12 vjet dhe asnjëherë nuk më ka thënë që shiko, pse e ke bërë për këtë gjë. Unë kam bërë dhe për policat, kam bërë, domethënë, kam prekur edhe temën e policave dhe nuk është se më ka thënë njeri një gjysmë fjale që pse ke bërë të... Se në fund të ditës është artë. Është artë që përcjell një mesazh. Nëse të pëlqen, okay, nëse të pëlqen... Okej, po në disa shtete është edhe një armë e ftohtë antisistem, prandaj është e vërtet. Por në disa shtete ka shumë artist. Me thënë është ajo që sa po thash unë, ka artist dekorativ, ka artist që bëjnë me mesazhe, ka artist që janë kundra sistemit, ka artist që janë brenda sistemit, ka të gjitha llojet e zhanreve. Këtu kemi shumë pak artist që ne njihemi me njëri tjetrin, mund të jemi 5-6 veta. Keni marrëdhënie të mirë me Po, sigurisht unë i kam marrëdhënie shumë të mira me ta. Nuk vuani nga këto xhelozite dhe smirat? Jo, fare, nuk, se ka vend për gjithë. Në fund ditës është gjë e mirë kur artistët kanë një frymë bashkëpunuese. Shiko, në fillim shumë veta kur unë fillova në bashki, kishin atë xhelozin, inatin, gjitha sepse, okay, thash, kisha gjithë Tiranën në dorë. Dhe mendonin shumë herë që unë isha kundërshtari i tyre. Në fakt, mbas vitet kaluan, ata kuptuan që unë isha vërtet një artist si punë e tyre dhe nuk kisha asgjë tjetër në dorë për ta. Dhe disa edhe kërkuan falje për atë gjë, por që është një gjë që ndodh. Janë emocione normale. Janë emocione normale që ndodhin këto gjëra. Tani në momentin që ti kalove nga artist që dilje natën fshehurazi dhe kalove në një status komplet tjetër që kishe gjithë Tiranën në dorë. Ta zbeun qik atë adrenalinën kjo ose jo, është e vërtet, ndodh kjo, e para njerë ishte një periudhë që fillon, dhe me thënë, unë bëja pikturët, vinin, Franco, unë bëjmë një foto e gjitha këto, gjë që unë nuk e kisha shumë dëshim, me thënë drejten. Se është ai që sa po thash, fillon artisti të vihet para punës. Dhe më mungonte ajo pjesa e natës, ajo adrenalina e natës, sepse vetë nata është si mistike. Edhe ajo ndjesia që po bëj diçka kundra. Po, është një emocion në vete, ajo pjesa e punimit natën. Dhe, okay, dakor. Sigurisht që kjo pjesa tjetër pastaj ishte një gjë, sepse ti kishe shumë herë më shumë kohë, ishe më i dedikuar, sepse aty e bëje me shpejt edhe ikje natën. Ndërsa në këtë periudhë pastaj ti ishe më i qetë,
fillova të bëja pikturat shumë të zgjatura në kohë, do të thënë më merrnin më shumë Po kohë. produktet ishin më cilësore? Po, ishin dhe më cilësore se sa ajo e natës. Ka ndodhur ty që të kanë prishur ndonjëherë në një art tëndit? Ploter sa herë mi kanë prishur mua, do të thënë, shiko, unë në Tiranë kam pasur mbi 50 punë në Tiranë. Sot mund të gjesh apo nuk mund të gjesh 10 copë. Po i gjeta 10 copë, do t'jap dorën. Po kush t'i ka prishur edhe pse i prishin? Si mendon? E para njerë mund t'i me prishur njerëz që nuk kanë ditur fare të kjo fushë e artit. Mund t'i kemë prishur kolegët e mi që atëherë ndjenin xhelozi për mua. Mund t'i kesh prishur ti. Mund të kesh prishur Unë betohem që nuk ka prishur. E di përse e them këtë gjë, sepse nuk e di kush mund të ketë prishur. Prandaj çdo njeri mund t'i vë gishtin dhe them që e ka prishur atë punë, sepse asnjëherë nuk e kam kuptuar kush i ka prishur. Kush i prishte këto A mendon se mund t'i ketë prishur bashkia ndonjë gjë që si ka pëlqyer? Jo, asnjëherë, sepse ka ndodhur një rast që mua më kanë fshirë një punë. Dhe e gjithë bashkia, madje edhe kryetari u ngrit në këmbë. Të betohet Frango u ngritën në këmbë sepse po fshieshin punët radhazi. Do thënë, unë bëja punë fshije. Ishte si mision kundra te. Ishte tamam mision kundra me. Po nuk ishte ndonjë formë për ta ruajtur këtë si punë? Po nuk mund ta ruash një punë morale sepse është në fund të ditës ajo rri në publik. Nuk e ke si telajo që more në sjetull edhe. Jo, ndonjë kamerë sigurie ndonjë që kur bëhet kaq problematike, nuk ka pas. Dhe kur erdhi puna, u fshi një punë që ajo doli në 16 punët më të mira në ditën e tokës, në botë. Po flasim në botë. Dhe u fshi një herë, unë vajta e bëra përsëri, u fshi përsëri, e bëra prap u fshi. E nejse, ndërkohë tani u bë problematikë dhe unë duke thënë që kush mos është bashkia realisht po e fshin këtë gjë. Dhe u shkruaj mesazh, kështu po bëhet kjo punë. E gjithë bashkia realisht u ngrit në këmbë, duke marrë sektoret më vete, sektorin e lyerjeve të qytetit, të dekorit, të gjitha me radhë, duke thënë që mos e keni fshirë ju apo ju, dhe gjithë thoshin që jo. Asnjëri, madje edhe kryetari vetë pastaj më tha, "Ore, kush po t'i fshin këto punë?" U interesua vetë duke më thënë, më shkruar një mesazh që kush po t'i fshin këto punët. Por nuk isha në dinit që këtë i thosha. Me thënë, realisht nuk e dija këtë i thosha, ku t'i vija gishtin. Sepse nuk dija asnjë njeri kush ishte ai që e fshinte këtë, ose e bërnte këtë gjë. Ai ndoshta edhe mund ta dëgjoj sot intervistën tonë. Po. Kështu që prap ose unë mund të jem ulur në tavolinë me atë dhe nuk e kam ditë. Me thënë, asnjëherë nuk e kam kuptuar kush ishte që ti mund të çohesh. Pas kanë qenë shumë të aftë. Po, jo, shiko, ai shumë mund të ketë pas urrëtie në vetvete sa të çohesh në mes të natës e ta fshish atë punë. Sepse gjatë natës, madje ajo punë konkretisht, unë po them tani, kam kaluar unë në 12 natës dhe e kam parë që ishte okay. Me thënë, të nesmen e pash gjithën të fshirë. Me thënë, si ndihesh kur i shef punët e tua të fshira, sidomos këtë që është bërë përsëri. Shiko, të betohet Frango, mua më duhet një kohë shumë e gjatë për ta bërë atë punë. Të thash, bëj skica pafund, ri orë të tëra duke e menduar, filloj dizenjo të ndryshme, punoj në kompjuter dhe duhet një 5 minuta kohë për të marrë një boje, një rul për ta fshirë atë gjë. Me thënë, ndihesh i thyer në atë momente dhe disa herë unë kam bërë gati për ta lënë si profesion. Varja. Në fund kam thënë gjithmonë që varja i di çfarë do ta lë, se nuk e ka vlejtur. Me thënë, bëj punë e fshi, do me thënë, ishte sigurisht që ai që fshinte punët ishte më para se mua, se ati duheshin 5 minuta kohë. Mua më duheshin orë të tëra për të bërë një punë, edhe ditë të tëra. Kështu që unë isha minus. Sidomos kur e përsëritje të njëjtën morale. Ajo ishte të meri... A dilte njësoje, bëhe me të njëjtën frymëzim, apo e bëhe ajo ishte të meri tjetër kur përsëritje prapë e njëjta morale, sepse emocioni nuk është më i njëjtë. Normalisht. Kështu që, por që, thash, ishte një histori që ngeli. Tashi kanë rënë në heshtje këto? Po sepse edhe unë vetë, shiko, edhe unë vetë kam rënë në heshtje. Kam rënë në heshtje sepse dua që çdo punë që bëj tani të godas. Jo thjesht të bëj një punë si bëja dikur 50 punë. Si punë me normë, të venë.
Tani Tani- bën më Tani sigurisht që unë i mirë mendoj shumë mirë çfarë do bëj. Mhm. E di shumë mirë që sepse shumë mirë na miqtë e mi e din, po të bëjmë amo se Franco, dihet që ka për Franco. Mhm. Unë nuk dua më këtë. Dua që të bëj një punë po të godas, të qëndroj. Aktualisht gjitha muralet që janë në Tiranë janë vetëm të tuat Jo. kryesisht apo jo? Një pjesë janë të mijat, një pjesë tjetër janë bërë në Mural Festi, që edhe unë kam qenë në pjesë e organizimit të saj nga dekori i Bashkisë të Tiranës. Dhe është gati edicioni 6 që është bërë në Shqipëri. Mhm. Është okej. Kryesisht në Tiranë punon apo edhe në qytetet Po. tjera? Unë muralet e mia janë në gjithë Shqipërinë. Po ta marrim kështu, i kam bërë në Në gjithë shtrihje Shqipërinë. gjeografike, po. Në gjithë Shqipërinë ka. Por Tirana është ajo nga që unë këtu jetoj. Mhm. Është epiqendra le të themi nga që unë këtu jetoj. Ku je vlerësuar më shumë? Në cilin qytet e ndjen se e vlerësuar më shumë? Për të vlerësuar më shumë, Tirana dhe Vlora më kanë kështu, por si qytet që më ka pëlqyer më shumë ka qenë Elbasani, nuk e di pse. Nuk e di pse më ka pëlqyer ai Të qytet. kanë pritur më ngrohtë? Ndoshta dhe kjo, por që Vlorën e dua se okay, Është vendlindja jote. vendlindja ime, po. Tirana po është ajo qendra është Vlora është shtëpia ime, Tirana është obori im. Po. Dhe gjithë pastaj pjesët e të tjera të Shqipërisë është lagja për jashtë. Ke ndonjë vepër të preferuar ti? Unë kam të gjitha veprat që i kam të preferuar, me thënë drejtë se i kam si fëmijët e mi. Të gjitha këto i kam si fëmijët e mi. Por më të preferuarat ishte ajo që doli ndër 16 ditët, 16 punët më të mira në botë. Ajo që të fshi. Ajo që më fshi, ajo ishte më e preferuara ime, sepse shpeshherë nëse do ta shohim me vëmendje atë punë, domethënë është një vajzë e veshur si borbarda, po nuk është borbarda, ka një maskë, Do ta ilustrojmë të ti themi Gerit që ta vendos ndërkohë që e shpjegon. ka një maskë dhe në shpinën e saj ka një zog, një arabel dhe një qen. Dhe të tre këta janë me maskë që vajtojnë për lulen, e cila në rrënjët e saj lidhet me damarët e gocës. Domethënë rrënjët e lulet lidhen me damarët e gocës. Dhe është vajtimi i tokës, le të themi, dhe unë e kam quajtur tokë e lmuar. Dhe kjo është bërë gati 6-7 muaj para Covidit. Si punë. Dhe disa mua më quajtën që kisha lidhje me teoritë konspirative. Kisha informacion të brendshëm. Kisha informacion. Në fakt nuk unë këtë spunto e mora nga filmi Chernobyl, nuk e di nëse jeni para apo jo. Dhe në historia e Chernobylit, ndodhia e shpërthimit bërthamor që ndodhi atje, mora këtë historinë që thash çfarë mund të ndodh me një gabim njerëzor. Dhe veshjen e borbardhës më shumë e bëra që njerëzit ta identifikonin atë imazh, domethënë duke bërë një veshje të njohur që gjithë e dinin, do identifikohej më shpejt. Dhe bëra qeni dhe macën që ne kemi, qenin dhe zogun më fal, që ne kemi në përditshmërinë tonë. Dhe ishte më aktuale, domethënë kjo vajza me veshjen e borbardhës si borbarda ishte në pyll, tani nuk është më në pyll, por është në jetën urbane. Dhe kjo ishte gjitha si punë, tash doli ndër 16 punët më të mira në botë. Si u ndjeve kur u vlerësua në rang global? Super, domethënë sa hapa atë internetin, edhe kur shoh aty punët më të mira në botë për ditën e tokës. Edhe okay, po shifja 1, 2, 3, 4, 5, kur në 16 që doli puna e 16 me mirë për Franco Dina. E prisje që do dilte? Albania. Jo, nuk e prisja fare që mund të dilte, aty kishte pafund, por që nuk e prisja fare që të dilte ajo si punë. Pastaj kam dalë edhe me një tjetër në vend të tretë, në rang kombëtar. Por që, thash, këto tani kanë ngelur në sirtar. Po ndoshta ke qenë shumë i fiksuar mas asaj. Por mua nuk domethënë, mua me këtë prishin më ka trequr shumë, sepse edhe... Të ka ulur poshtë apo të ka dhënë një mësim? Si e shef këtë?
të dyja bashkë në fakt, se edhe kur tani afër që unë përmbyt Vlora, në studio unë kisha pa fund punë. Dhe unë isha një ndër ata që përmbyt shtëpia. Dhe gjitha që kisha piktura, që nga fëmijëria ime deri në gjimnaz që isha, gjitha u shkatruan dhe mua s'më ngeli më asgjë tani. Më ka ngel vetëm disa skica që i kisha këtu në Tiranë dhe më asgjë. Po mirë, shiko, një artisti mund të hiqet kjo puna fizike, po aman gjithë krimtarinë e ka në shpirt. Normal. Kështu që Normal. unë mendoj që duhet të t'jap shtys që ti të ndërtosh edhe një herë. Po, të filloj dhe njëna e para. Po. Vërtet. Është shumë interesante. Gjithë kjo situata që të ka ndodhur në fakt. Jo, është realisht edhe kur më përmbyt shtëpia në Vlorë, gjë e parë, aty, sigurisht, gjitha erët e kuzhinës, dollap, frigorifer, u prishën dhe unë që u them prindërve, amanet pikturat, aman, dhe kur me erdi njëri për të vlerësuar, këtë e them më shumë për humor, për të vlerësuar dëmin, edhe pa i frigorifer, lavatrice, gjitha këto, tha, edhe unë që i them që shiko, kam dhe ca piktura, duhet i vini ti vlerësoni qik, o vllai më tha, ke në lavatrice, në frigorifer, në se për këto. Thash, dakord, në rregull. Vlerësojnë vetëm këto pajisjet, nuk marrin vesh nga ajo anë. Lëre. U më shumë për humore bëra me atë, se e dija shumë mirë që kush do t'i vlerësonte punën. Sepse vlerësimi i artit në Shqipëri është shumë i dobët, me thënë drejtën. Po, me që dole këtu s'kemi kritik. Ta trajtojmë pak edhe këtë çështje. Po nuk kemi kritik arti. Shumë të mirë fill kemi, disa, po duhen akoma dhe më shumë. A funksionon si institucion në Shqipëri kjo? Po, kemi kritik, kemi kritik arti, po duhet akoma dhe më shumë për të pasur njerëz të tillë. Dhe aq më tepër shiko, në një vend si Shqipëria, çfarë do pretendosh më shumë për... Pash një status, foto mos gaboj, që kisha uazuar një shprehje të një filmi shqiptar që ai fliste për lulet, po ti e ke konvertuar ke veprat. Ai thot, vetëm në Paris ble lulet, kurse këtu janë dhe gomerët, kurse ti e ke bërë për... Vetëm në Paris blet arti me para, kurse këtu e hanë gomerët. Pse e ke bërë këtë? Po sepse, shiko, në një vend si është Shqipëria, mos pretendojmë që arti do jenë... Se si është Shqipëria? Se tash unë ndalem shpesh në problematikat që ka Shqipëria si vend me gjithëtuar. Shiko, ja ta them diçka. Epiqendra e Shqipërisë është Tirana. Zhvillimi më të madh e ka Tirana. Çfarë do presim ne në Burrel për artin e Mirfield? Çfarë do presim ne në Prenjas për artin? Me thënë, janë disa vende që çado që të bësh, arti ngelet në vend të tretë, në vend të katërt. Prandaj po them, çfarë do bësh, ku ta di unë, në një vend tjetër të Shqipërisë me art. Me thënë, prandaj unë jam të sigurt atë që vetëm në Paris blihet arti me para. Ktu mund të sjellësh Mona Lisën, ta sjellësh, ta marrësh nga Louvre, ta sjellësh e shkelin me këmbë. Përse se nuk vlerësohet, është momenti. Pse mendon ti se nuk vlerësohet? A është për shkak sepse ne jemi një popull i varfër? Kemi 100.000 halle të tjera dhe nuk e kemi mendjen ke arti? Populli, kjo me varfërinë, me një shok kam bërë bisedën që mund të jesh i varfër nga ana financiare, por nuk mund të jesh i varfër mendërisht dhe shpirtërisht. Okej, po unë e vlerësoj për shembull artin tënd shpirtërisht, por nuk kam mundësi të blej. Unë mendoj që në Shqipëri, ndoshta jam edhe gabuar, që përveç anës financiare të varfër, jemi të varfër edhe mendërisht dhe shpirtërisht. Dhe kjo është për të ardhur keq. Po pse jemi të tillë, si mendon ti? Po sepse duke qenë një vend i cili nuk ka fuqi të madhe ekonomike për të bler artin e Mirfield, detyrimisht e shef atë art të mënjanuar. Me thënë, nuk e shef në plan të parë. Jo, po dolet ajo që thash në fillim. Thej që jemi të varfër dhe shpirtërisht. Po, okej, në rast se një popull është i varfër ekonomikisht, nuk ka pse të jetë shpirtërisht, ose pse të jemi shpirt ngushtë. Për shembull, unë nuk kam mundësi ta ble veprën tënde, por aman kur e shoh atë,
bëj një duar trokitje dhe të them bravo të qoftë Franco dhe jo të vi ta fshi natën, kupton? Po ja, mua më ka ndodhur kjo tjetra. Kështu që këtë desha ta diskutonim, pse mendon me që ti je edhe artist dhe je më afër popullit, në kuptimin që me punën tënde mundohesh që të transmetosh mesazhe edhe ta kuptosh edhe mendsinë e popullit ton. Thash, vetëm një gjë që më ka ngelur në mendje është kjo, që vetëm Tirana është qendra e kulturës në Shqipëri. Po në Tiranë vlerësohesh aq sa ti pret? Po, sepse është ky qyteti normal. Kurse në vendet e tjera është ajo që the ti. Është ajo që the ti që merr atë duar trokitjen, merr atë falënderimin, por janë të pjesa më madhe janë shiko, arti është bërë për të pasurit, nuk është bërë për të varfrit. Arti është bërë për njerëzit e pasur. Nuk i ke parë pikturat e rilindjes nuk rinin të shtëpitë të varfërve, rinin të familjet e fisnike. Po mirë, arti i rrugës është afër gjithë. Kurse arti i rrugës është vërtet për njerëzit që kanë gjithmonë le të themi u lodha. Do bësh i pauzë. U lodha. Ta mush prap. U lodha. Jo, po thosha këtë që arti i rrugës është vërtet për njerëzit e thjeshtë. Por në mënyrën se si po ecën tani, gjithë secili po bëhet artist rruge, sepse është futur trend, është futur në mod. Dhe po fut trend, po fut në mod, sigurisht që bie ajo që shiko se duhet bërë dhe arti i rrugës me problematikat. Tani po ti shofësh pjesa më e madhe bëjnë dekorime. Dhe mu nuk jam dakord për këtë. Unë personalisht si Franco nuk jam dakord që arti i rrugës të jetë me dekorime. Po, edhe unë nuk jam dakord personalisht. Po, a mendon ti se njerëzit do të velen me këtë thjesht dekorime sepse mi ngarkohet syri dhe duan diçka, për shembull dallohet kur një vepër është e Francos, sepse të përcjell më shumë se thjesht një pikturë ose një gjë estetike, përcjell një mesazh. Mendon se do ta bëjnë njerëzit këtë dallimin edhe pse do mi mbushet tregu me këto? Po, sigurisht. Se jo të gjithë, pavarësisht se të gjithë marrin një furçë, një penel edhe një bojë, nuk është se të gjithë bëhen artistë. Unë nuk jam kundra kësaj gjës, të kuptojmë, unë nuk jam kundra kësaj gjës, sepse çdo kush do bëj artin e vet në fund të ditës. Nuk jam fare kundra në që të bëhet kjo gjë. Por personalisht nuk është se e ndjej afër vetes këtë gjë. Jam më shumë te këta old school, si më thënë, te shkolla e vjetër e Banksit, Obeyt, Trusk, domethënë artistë të cilët e kanë nisur vërtet nga rruga dhe me problematika, që flisnin me mesazhe. Më shumë jam te këta se sa tek këta. Si mendon ti se ndikon teknologjia dhe përdorimi i masivisht i AI-s aktualisht në art? Shumë. Unë jam në luftë të vazhdueshme me AI-n. Jam në luftë të vazhdueshme në sensin e humorit, sepse edhe unë vetë ndonjëherë para një nuk e dua. Nuk e dua që ta përdor. Sepse ndonjëherë kur veten atë lodhjen e temase të punës edhe dua që ta bëj sa më shpejt, vetë tek ajo e shoh shumë nga larg, ta pyes apo mos ta pyes. Dhe them jo, nuk do ta pyes edhe ri aty tek ajo lodh trut e kokës. Dhe në fund bashortja ime thotë, shiko, atë që ti e ndefshe orë të tëra, ja, mjafton e thua i shkruan këtij dhe ta nxjerr. Nuk jam dakord, sepse të bllokon nga ana e memorjes ajo gjë. Po ai të bllokon, mendon që nuk të lë krimtari. Thjesht ti thua më bëj duke pirë ujë tani, ai të bën perfekt siç je. Kjo ndikon në zhvillimin mendor, mendoj. Por ama varet edhe si përdoret. Në fund ditës varet edhe si përdoret. Me thënë mund ta përdorësh për mirë, por mund ta përdorësh edhe për keq. Megjithatë varet në çfarë favori ti e përdor.
atë gjë. Se mund ta përdorësh edhe për gjëra që vërtet ty të Si ndihmojnë. mjet, si ndihmë, po si jo ndihmë pune. si krijues Po jo që të si zvendçojë si ty. primar, sigurisht primari. Mund ta përdorësh si një ndihmës, le të jetë ai, le të jetë studenti, jo të jetë ai profesori. Kështu të paktën mendoj unë. Po si e shef ti të ardhmen e artit rrugës në këtë aspekt? Meqense shumica tash, okay, ti edhe unë jemi brez tjetër edhe jemi rritur fëmijë pa e pasur teknologjinë në dorë, luanim lagje në komunitet. Shiko, të them diçka për me që më përmende teknologjinë. Deri dje ishte projektori që përveç se beshin me çdo gjë headmade me dorë, u fut projektori. Tani çfarë kanë bërë? Kanë nxjerr disa syze, të cilat me ato syze 3D ti vetë edhe pikturon në mur. Me thënë, sa është afruar teknologjia tek arti dhe sa ndihmës është ai se te kjo gjë mund të jetë ndihmës, por unë mendoj që edhe nuk është, sepse çdo kush pasaj mund të bëjë një vepër arti dhe të thotë, wow, sa bukur e bëra. Në fakt, ti u ndihmove nga teknologjia për të bërë atë. Do thënë, vetë mund mos jesh i aftë ta bësh fare atë, le të themi, këtë gotën, por nëpërmjet atyre syzeve, asaj teknologjie që ta sjell, ti mund të bësh vizatimin perfekt, si një profesionist. Po aman, po flas më shumë te ardhmja, te të rinjt që duan të fusin këtë artin mural. Edhe në rast se ato përdorin AI-n si profesori, siç the ti më përpara, ndërkohë që arti jot ti je profesori. Nuk është inteligjenca artificiale. Dhe ato dalin bëjnë një art mural perfekt siç the ti, po nuk fusin atë shpirtin artistit se çdo gjë është bërë. E ndjen këtë ti si po ai gjithmonë do të jetë prishje të tregut apo si rrezik, si kërcënim në të ardhmen në fushën tënde? Ndaj meje personalisht unë ndjej kërcënim. Ndaj meje, se ai shumë herë më jaftë se unë kur them shumë herë më jaftë, në sensin që nga ana precize teknike. Precize çdo gjë është shumë herë më jaftë. Dhe ai unë dua disa orë për ta nxjerrë një imazh, ai do me sekonda të nxjerrë imazhin. Për këtë u them që e kam konkurrent. Por ama ajo varet e gjitha si e përdor. Thash, vetëm e gjë është si e përdor atë. Nëse ai del para teje, atëherë kjo është problem. Nëse ti e merr dhe e përdor tamam si studenti jot, aty është okay. Kështu të paktën mendojnë, por që ama do vi një moment që teknologjia do shkatroj, do prish gjithçka, drejt asaj rruge jemi. Që teknologjia po futet shumë thellë. Por kush është i fortë për ta përballuar atë gjë, që ta përdor thjesht si një mjet ndihmës. Se kam bindjen që ai janë shumë njerëz po del profesori në këtë rast. Po i mëson të gjithë si të bëjnë. Do me thënë, edhe këtë përsëri e marr këtë gotën, duhet ta pyes, ta mbaj kështu apo ta mbaj kështu. Shumë njerëz po e bëjnë këtë pyetje. Po heqin çdo lloj. Po shumë veta. Unë para ca kohësh vajta çova makinën dhe ai shoku im le të themi që më rregullon makinën, tha, tha, vin shpesh herë këtu, tha, dhe na bëjnë si profesionista se i kanë mësuar gjitha tani te ChatGPT-ja, që do të thotë ose te AI-ja që shiko, kjo ke këtë problemi. Edhe ne, tha, ngelemi ndonjëherë, tha, s'dim çfarë të bëjmë te kjo pjesë. Dhe kjo është ajo gjëja që thash unë, që aq më tepër pastaj ka dhe printera 3D që pikturojnë në mur. Printer 3D, i fut printerin 3D, aty direkt, më vizator këtë më bëj këtë, printerin u bë piktura murale. Po ikim ndaj... Por aman, njerëzit që janë vërtet afër artit, edhe kritikët e artit, edhe që kanë një shije fine ndaj saj, e dallojnë direkt një vepër që është bërë nga inteligjenca artificiale dhe një vepër që është bërë nga artisti vërtet. Kështu që besoj, unë të paktën personalisht e shoh që... Unë kam shumë klient, le të themi, që më thonë për këtë gjë që duan handmade. Që unë ndonjëherë i them, shiko, po këtë mund ta bësh me adeziv ose mund të bësh këtë gjë. Edhe shumë herë duan që të bëhet me handmade. Me thënë me dorë. Janë akoma e kanë dëshirë të madhe për ta bërë. Edhe s'ka asgjë të keqe këtu.
që të bëjmë piktura me Jo, me dorë. kjo s'ka gjë të keqe, kjo ka gjë të mirë përkundrazi që të vlerësohet më shumë. Është goxha mirë, të thënë ndonjëherë. Franco, ke menduar ndonjëherë ti që ta ndërtosh të ardhmen tënde jashtë Shqipërisë? E has shpesh këtë, nga që e trajtoj shpesh si tematik, nga që dihet që Shqipëria vuan nga ky aspekt. Po, sigurisht që kam menduar shumë herë. Shiko, e di si është puna e kësaj gjës, edhe unë në fillim kam qenë që çdo kush mund të lëviz në Shqipëria, ose kam qenë që duhet të ri këtu. Por vin një tull tek vendi jot, vendos një tull, dhe nëse e shef që nuk po e ke arritur atë që do, ose nuk po arrin atë që do, vazhdo ik, po ama përpiqu një herë këtu. Përpiqu një herë, jo direkt sapo mbaron shkollën ose sapo del nga dyert e shtëpisë, okay, unë do iki se këtu nuk bëhet. Këtu nuk jam dakord. Pra është detyra jonë si qytetar që ne të përpiqemi një për vendin ton, pastaj nëse nuk ecën, është se jo çdo kush mund ta gjej veten në Shqipëri, nëse ti nuk e gjen veten këtu, sigurisht shif për hapa për jashtë. Po jo pa dhënë një kontribut fare, thua okay, ky vend nuk bëhet, ky vend nuk më jep të ardhur, unë do iki. Heqin dorë pa provuar. Heqin dorë pa provuar. Kjo është e gjitha. Ti ke provuar këtu direkt? Shiko, unë kur isha në vit të dytë universitet, sa kisha filluar vitin e dytë universitet, marr prindrit e mi dhe ju them për ishte dita që hidheshin lekët, që më jepnin lekët. Unë isha student. Dita e pagës. Dita e pagës, po, unë isha student. Për çfarë dua ta them këtë gjë? Isha student edhe marr prindrit e mi për pagën. Dhe ata më thonë, e di si është puna, Franco? Unë prisja, unë s'kisha asnjë lek në xhep, prisja që të më tani i zoti vetes, dili vet zot, daç ajo që sapo të ik nga Shqipëria, daç puno këtu, bëj çfarë të duash, je i zoti vetes, dili vet për zot kësaj gjës. Dhe e di si më është dukur? Sikur më përmbys botën. Sikur të ra tavanin. Sikur të braktisën. Sikur braktisën. Dhe lokali parë që unë isha akoma duke folur me prindin në telefon, lokali parë që lexonte kërkojmë kamarier, unë vajta atje. U futa kamarier aty, punova kamarier. Dhe pastaj investova dhe për artin e rrugës, dhe punoja kamarier gjatë natës aty se ishte si forum pubi. Dhe i dhash mundësi vetes dhe forca vetes që okay, do bëj diçka. Dhe është ajo që sapo thash që do jap diçka për vendin tim. Do me thënë do ta provoj një herë këtu. Po s'me eci, okay. A je falenderues tash ndaj prindërve që sigurisht që po, tani që të braktisën në thonjza atë ditë me telefonat. Do të thënë kur e mendoj tani them, ishte atë ditë, nuk e di sa i kam sharë, në sensin i kam urryer. Por sot do të thënë kur e mendoj ishte gjëja më e mirë që kam bërë, sepse aty kuptova çfarë do të thosh ti je vetëm para diçkaje. Do thënë sa vjeç isha deri? 22? Po 21-22 vjeç mund të kem qenë. Por thash, unë s'kisha asnjë lek me vete, dhe ata më thanë, shiko, nuk të dërgojmë lek, zgjidhe vetë situatën, dili vetë zot të kësaj gjës, dhe njësoj sigur të bërzëna shtëpia. Që tani dil vetë, je i zoti për t'ja dal vetë. Dhe lokali pa që thoshte kërkojmë kamarier, do një kamarier. Ke qenë kamarier i aftë? Po, isha kamarier, jo, kamarier kam qenë i mirë. Kam qenë i mirë. Çdo punë që e merr përsipër e bën mirë. Isha e mirë. Po shikoj, jo të gjithë të rinjtë kanë këtë ndërgjegjen. Më shumë unë të paktën kështu e shoh tani që të rinjtë sot janë shumë egoist. Është ndërtuar dhe kjo kultura që çdo gjë rrotullohet rreth individit edhe po jo, kërkojnë shumë nga vetja. Dua të shkoj direkt. Unë mendoj që kërkojnë shumë nga vetja dhe mirë bëjnë që kërkojnë shumë nga vetja. Se është faj, unë prap ja vë fajin në teknologjisë, Instagrami, këto rrjeteve sociale, TikToku, rrjetet sociale që janë, sepse kur ai shef bashkëshortarin e vet në një vend tjetër që është super në gjendje ekonomike, është që reklamohet gjithkohës ajo ana e luksit, ana e luksit, dhe ai thotë punë,
pse mos ta bëj unë këtë gjë? Është një garë vazhdueshme. Dhe ai thot, "Okej, në atë pjesë ai nuk mund ta arri dot me duke punuar kamarier." Dhe thot, "Unë do gjej një variant tjetër për të arritur te ajo." Është dhe çështje egos që kërkojnë më shumë, por ka dhe disa është dhe çështje fati pastaj se sa ti se mund të përpiqesh, po kaq, ti mund të japësh maksimumin, po s'të ecën. Ti je i kënaqur me zgjedhjen që bëre? Ai është përblyer në Shqipëri? Po, jam nga ana financiare? unë jam shumë Përveç edhe ana i morale. kënaqur unë jam shumë i kënaqur me anën time që kam zgjedhur, sepse isha ndër të parët dhe sigurisht që edhe klientelën e kam të zgjedhur, le ta themi, te kjo pjesë, dhe jam i kënaqur me këtë gjë. A kërkojmë për më shumë? Po sigurisht që dua akoma dhe më shumë, se normale, çdo njeri vin sa rritet e kërkon edhe më gjëra më shumë nga vetja vet. Është natyra njerëzore kjo gjë. Por që deri tani mendoj që okay, jam në atë gjën që unë dua. Dua më shumë, po dua më shumë. Përveç artit mural, bën edhe vepra kështu që i shet në kuadro? Po, bëj dhe kuadro, telajo, në telajo, por pjesën më të madhe kam në murale. Me thënë, në shtëpi, unë kam bërë dhe porosi na klientët me telajo, po në shtëpi telajo që i kam krijimtarinë time, mund të kem ja 2-3. Shpëtuan ato nga përmbytja? Ato shpëtuan, po jo, se i kisha këtu, se po të kisha çuar në Vlorë dhe ato do kishin ikur kot, domethënë do ishin prishur, por që shpëtuan se i kisha këtu. Edhe i kam në koleksionin tim ato, kështu të treja, se i kam për zemër. Njërin e kam shumë për zemër, është me majmunin, me mask, që është ai majmuni po dorëzohet para fuqisë njerëzore, le të themi. Po, desha të të pyes në fakt me këtë, se nga të gjitha më tërhoqi vëmendjen ajo, që ke një majmun të përqafuar me ajo që është këtu. Po. Kjo këtu me alienin. Edhe me një fëmijë, ke dashur mesazhin, të shprehësh mesazhin që ajo është evolucioni nuk ekziston? Personalisht unë nuk besoj në teorinë e Darwinit, që ne kemi ardhur nga majmuni. Nuk e besoj fare këtë teori. Në anë artistike desha të nxirja edhe këtë teorinë që sigurisht ka ardhur dikush nga një planet tjetër, ka gjetur këtu një majmun, është çiftëzuar me atë dhe kemi dalë ne. Që jemi race përzier, dua të them. Këtë beson ti? Këtë besoj unë, si individ. Që jemi racë alien me majmun? Po, këtë besoj unë si individ, dhe në anë artistike, po flasim edhe në kjo anë. Dhe kur e bëra këtë punë, desha të nxirja këtë konkluzion. Që edhe njerëzit të shihnin një idenë që unë desha të përcjellja. Mes alienit, majmunit, dhe që majmuni mban apo flet ka dhe një fëmijë. Është një familje. Dhe në fund të ditës, në fakt unë mora mesazh tjetër nga. Si? Po të them çfarë mora unë si mesazh. Ti nuk beson në evolucionin darwinesë, edhe është një alien, mendova që ke sjell njeriu në formë artistike si alien, po beson në Zot. Jo që jemi kështu një përzierje, kështu e çuditshme siç e përshkruan. Unë besoj që jemi një përzierje, sepse po ta shikosh dhe raca njerëzore është shumë larg natyrës. Ne nuk jemi të lidhur me natyrën. Po të na shikosh si qenie njerëzore, ne nuk jemi të lidhur. Se jemi larg natyrës. Po të shohësh, qytetrimet që kemi ne janë shumë larg natyrës, nuk i afrohet natyrës. Jemi shumë afër teknologjisë, jemi shumë të zhvilluar. Ndërkohë që raca, le të themi primatët, kafshët, dhe gjithë kanë ngelur po aty dhe janë po në natyrë. Ndërsa ne jemi racë, jemi zhvilluar. Ja përse unë them që ne nuk kemi ardhur nga raca e majmunit. Po ne jemi zhvilluar nga ana teknologjike, po ne ndihemi shumë mirë kur shkojmë në natyrë. E kërkojmë natyrën. Më thua njeri që jeton në Tokyo sot, ose që jeton në Amerikë, ose që jeton mes të Kinës, çojë në pyll, sa ti do jetoj? Asnjë moment s'do jetoj. Sepse jetesa e tij është bërë urbane tani, nuk jeton dot më në natyrë. Jeton dot më në natyrë. Po sepse ka rënë pjesë e sistemit. Po jeton dot më në natyrë. Vete po të ikim tani bashkë, jetojmë dot në natyrë?
Besoj se po, do ishte Ja. e vështirë 2-3 ditë të para Ja, sa të... shumë po Ne- nuk po shtatemi Ti dot. kur ne. do që të qetësohesh, ku shkon? Ti nuk shkon në një vend zhurmshëm, ti shkon në natyrë. Unë shumë mendoj. Është instinkti i brendshëm që ne kërkojmë Unë të shumë shkojmë në mendoj natyrë. që njerëzit janë shumë larg natyrës. Mhm. Pak në kështu e mendoj unë, që janë shumë larg natyrës dhe nuk janë më pjesë e natyrës. Mhm. Njerëzit më shumë e kanë shkatruar natyrën dhe e kanë kthyer natyrën në favor të tyre, se sa e kanë rregulluar atë. E kanë Oqeanet kthyer në disfavor të tyre, në favor. Se e jo, kanë shkatruar. në favor të tyre në sensin që pyet i kanë prerë sepse kanë dashur të ndërtojnë gradacela, kanë ndotjen e oqeanit. Për shembull, oksigjeni më i madh nuk vjen nga pyet, vjen nga oqeani, që vjen nga oqeani, vjen nga koralet po zhduken. Përse? Sepse është dora e njeriut ajo që ka prishur gjithë ekosistemin. Po, jemi dakord në atë pikë. Po, unë besoj se i ka Te prishur kjo nga pikë më ligësia prek që ka shumë. njeriu. Te kjo pikë më prek Po, shumë. Jo, shumë mirë se duhet ndalem aty. Unë besoj se është ligësia e njeriut që e ka prishur natyrën, jo sepse ne jemi të krijuar, sepse duam qytetrime, më the tash. Ne ashtu jemi të krijuar. Nuk ma ndryshon dot mendimin Jo, për të nuk jam këtu për të ndryshuar mendim. që ne Thjesht më lindi nga ajo piktura që ke bërë ti dhe si e pritën tjerët, e kuptuan mesazhin, se unë për shembull e kam kuptuar gabim. Pjesa më e madhe, shiko, se aty hyn edhe pjesa fetare, ha. Çdo vepër arti që bën ti, edhe një gjë e thjeshtë që mund të bësh si projekt bashkie, unë mendoj që e ka një filozofi nga mbrapa. Normal, dhe Kështu që jo të gjitha kuptojnë atë që do të shprehësh ti. Aty hyri edhe pjesa fetare, dhe mua më ka shkruar për shembull që vetëm një kemi një Zot, është Allahu, është Jezusi, domethënë këto gjërat. Por ajo në fund të ditës ngelet një vepër arti. Ajo është bërë edhe për të provokuar, unë e bëra edhe për të provokuar atë gjë. Me që dolëm te kjo pika, sa kuptojnë veprat e tua në përgjithësi? Unë përpiqem që ti bëj veprat aq të thjeshta që të kuptojnë çdo njeri, që të jenë të kuptueshme nga të gjithë njerëzit, mos të kenë mesazh dallues, jo një mesazh të fshehur. Këtë përpiqem të bëj. Tani sa i afërt jam me njerëzit, këtë nuk e di akoma. Por që mendoj që deri tani ja kam arritur qëllimin me ato që kam bërë. A ke ndonjë vepër ti që e ke në kokë si projekt që të vjen të vërdalliset ndër vite dhe nuk e ke realizuar akoma? Jo, nuk kam. Nuk kam ndonjë që e kam pas, çka kam pas në mendje që kam thënë që do ta realizoj, do ta bëj, e kam bërë. Por që ndonjë në mendje, jo. Nuk e kam këtu lart kështu aureol. Ke ndonjë projekt të çuditshëm për të ardhmen? Projekt të çuditshëm për të ardhmen, jo. Për momentin nuk është se kam ndonjë projekt për këtë, po punoj thash me atë idenë që kemi sot aktuale në Shqipëri, që spaku burgu, u kap ky, u lirua ai e gjitha këto merat. Me atë po merrem, nuk e di, inshallah së shpejti mas e nxjerr si punë. Të shoh, nuk e di. Okej, unë të uroj sukses të nxjerrë sa më shpejt, inshallah s'po të fshihet. Ka për të fshirë, e di, po. E di që e ke krijuar kështu si bindje fataliste që çdo vepër do. E di që mund të prishet, mund të fshihet. Sepse është vetë puna që i treq njerëzit. Është diçka që dikush nuk e gjen vetveten aty. E thot, dakor, do vetë ta prish. Po mirë, nëse e gjem veten, kthe kokën në krah tjetër ose ndro rrugë. Shiko, ka qenë një punë që një artist e ka bërë te Qytet Studenti, dhe ai bëri një person me krah të hapur, edhe u bë shumë problem atëherë se filluan po e lidhin me çështjen e fesë, që është burr, është grua, homoseksualiteti e gjitha këto merat. Edhe në fakt unë këtë dhe ishte ngritur pastori tani që kishte thënë që kjo vepër duhet fshihet
duhet hequr sepse ka lidhje me Krishtin e këto. Në fakt nuk është ashtu, nuk ishte ashtu. Ajo nuk kishte fare lidhje me Krishtin. Ishte thjesht një punë, një njeri që po fluturonte dhe në art ashtu ishte pozicioni më i bukur që mund të bëj. Dhe është ajo që sapo the, nëse një vepër nuk të pëlqen, okay, kthe kokën dhe vazhdo. Por në momentin që ti ke ngul shumë herë që shiko kjo duhet fshir, duhet hequr, është jetia që nuk e pëlqen këtë punë edhe po insiston që nxjerr justifikime ose keq lexon atë që do që të gjithë njerëzit rreth e rrotullt mos e pëlqejnë atë punë. Sepse ti nuk e pëlqen atë dhe përpiqesh gjithë rrethin tjetër shoqëror ta bësh të kuptoj që jo, nuk e dua unë atë punë. Ka një limit etik ose moral veprat morale? Ti kur merr përsipër diçka, mendon që ke disa kufi që thu këtu nuk duhet prek? Shiko, unë personalisht po artistët tjerë në gjithë botën jo. Më thënë, arti rrugës është i lirë. Më thënë, ka artistë moral në botë që bëjnë nudo, bëjnë çifte duke bërë seks në rrugë. Më thënë, i pikturojnë çifte duke bërë seks në rrugë. Më thënë, nuk ka limite fare tek arti rrugës. Ashtu e mendon ai atë mesazh që do të përcjell. Dhe është e drejtë e tij. Nuk i thua dot jo. Nuk bën. Në rast se për shembull prek e zem, në këtë rast që ti përmende që jep një çift duke kryer një akt seksual edhe në rrugë e shef një fëmijë. Kështu që këto janë ca limite që nuk duhen shkelur. Prandaj është i larmishëm, unë prandaj të është i larmishëm, po është i hapur në komunitet edhe një artist me ndërgjegje duhet t'i vendos ca limite. Është e vërtet kjo që the, por nuk ndalon dot. Dikush do ta bëj atë gjë dhe ai ta bëj. Unë kam parimet e mia të art të rrugës që këtu duhet këtë shoqëri duhet të prek ose këto ca që duhet i prek. Edhe kështu e mendoj. Po ka ca tjerë që nuk e mendojnë ashtu. Do janë të lirë të bëjnë çfarë duan. Ky prandaj është i larmishëm arti. Ço do të prekësh ti me artin tënd me që ke limit moshash? Personalisht unë e kam bërë një lloj kërkimi në Google me imazhet e mia dhe ata që e shifnin ishin nga 20 deri në 30 vjeç. Ata që ishin më shumë afër temës tënde. Më shumë afër temës time dhe kishte pastaj nga 40 deri në 45 vjeç. Këta ishin që kishin më shikueshmëri, që kishte më shikueshmëri të punës time. Këta lloj njerëzish ishin. Kjo lloj grup moshe. Po, kjo lloj grup moshe kisha më shumë shikueshmëri. Po ti kur e krijon një vepër nuk është se ke në mendje që do i drejtojmë sa grup moshe? Unë përpiqem gjithmonë që të thash, të prek ata që ata të kuptojnë nga ai, le të themi që mbledh kanaçet në rrugë, deri te intelektuali më i njohur i Shqipërisë. Dua që të kuptojnë nga ai deri te ky që sapo thash. Vepra ime që nxjerr në rrugë. Kanë kuptuar fëmijët? Ke hasur ndonjëherë një vlerësim nga fëmijët? Po, dhe fëmijët po më kanë jo vlerësuar, po kanë ardhur aty po i ka pëlqyer ajo punë. Për shembull tek një shkollë që kanë bërë një murale, aty vinin fëmijët të gëzuar në fakt, shiko, fëmijët vinë më shumë se kanë ngjyra, nga që kanë ngjyra dhe ata vinë më shumë afër. Pa akoma pjesa e fëmijëve, dhe unë po flas për fëmijët jo deri në 18 vjeç, po flas tek ata më të vegjël. 8, 9, 7. Ata vinë më shumë se kanë ngjyra. Se akoma tek mesazhe, për shembull, sado prap kur ai shef një fëmijë me mask, ai më shumë trembet se sa dhe sigurisht që kërkon pse është kjo vajza me mask, ose pse është ky zogu kështu, ose pse është ajo lulja ashtu. Domethënë bën më shumë pyetje fëmijët. Çfarë kam kuptuar unë deri më tani. Me që përmende maskën, më kujtua në rrjetet sociale, në 2020 kishe pasur më shumë po, me maskë.
Po, Apo ishte nga që kishit kohë të lirë edhe izolim? unë më qëndrua në shtëpi dhe atje në shtëpi kam bërë disa murale në shtëpinë time. Fati i madh në Vlorë që kisha ambient që gjeja mure edhe pikturat në shtëpi se s'kisha ku të veja, ku të dilja. Dhe kam bërë, në fakt to dolën dhe në televizionin francez. Dhe u botuajnë libër në Francë. Dhe bërën dhe këto, morën dhe 3 nga punët e mia. Njërën kisha bërë një vajzë e cila do të pudh bashortin e vet, por bashorti vet nuk i tregon metrin, i vë metrin dhe i thot që jo, mbaj distancën. Se këtë e mora më shumë spunto nga distanca dhe nga ajo që thoshin, nëse mban mend kur thoshin që kur të ulesh në makinë burë grua ulu brapa. Po ti ishe kundër këtij? Po unë isha shumë kundër sepse tani kur i thua burë grua ulu brapa, po natën ata ku flinin ata flinin. Ose kur shkojnë në restorant me maskë dhe duhet haja me maskë. Ata ku flinin? Ata flinin me njëri tjetrin, tani mbani distancën. Ishte një situatë absurde. Absurde. Dhe unë thash, okay, dakord, ajo që do ta puth, ky që i tregon metrin. Pastaj bëra një foto, bëra një familje, vajza, gruaja, babai dhe fëmia, që janë të 3, por me maskë, si një foto familjare, po që me maskë, me dorashka, pastaj tjetër s'po mbahet. Ndoj murale në Tiranë ke bërë shumë me maska për që bëra këtë që thash, që doli 16 ditët më të mira për ditën e tokës. Kjo ishte që bëra me maskë. Jo, me maskë po flas për tematikën që godet për Covidin. Për Covidin po bëra një fëmijë, i cili ishte në gjumë, dhe në sfond kishte derën që hapej dhe drita që futej në dhomën e fëmijës reflektonte tek ky polici, mjeku dhe zjarfiksi që ishin heronjt e këtij fëmije. Kjo ishte më shumë për Covidin, le të themi. Kjo ishte më shumë ide për Covidin dhe Iron Mani dhe Supermani, logot e tyre qëndronin në hije. Dhe këta heronjt, polici, zjarfiksi dhe doktori, ishin heronjt e këtij fëmije. Jo, mendova mos kishe bërë ndonjë murale kundër masave absurde që u vendosën. Jo, nuk bëra shumë në ato sepse nuk isha izoluar. Bëra vetëm këto që sapo të thash në Vlorë. Pastaj çka kam bërë se mbaj mend tjetër. Bëra këto të dyja, bëra edhe një tjetër, por nuk po më kujtohet tani, që me lidhje prap me maskat. Më duket po, bëra një gocë me maskën edhe përsëri me zogun me maskë. Këto 3. Pse e ka që fiksuar me zogun që e ke futur? Unë shpesh herë kam thënë që dëshira ime më e madhe ka qenë o do besha veteriner, o do besha artist. Me thënë, unë kisha shumë qef që të besha veteriner. Kisha ëndër që fëmijë, të besha të merresha me kafshët. Por edhe artin e kisha shumë dëshirë, shumë që pikturoja i vogël. Dhe ndërkohë që prindrit thonë, shiko, do bëresh me kafshët gjithë kohës, do vish era. Edhe kurse me artin do jesh do takosh intelektual, ma mbushën mendjen. Dhe unë nuk ndajem dot, po ti shofësh pjesa më e madhe punëve të mia kanë qenin, macen, zogun dhe nuk e ndaj dot. Domethënë, dua me se s'bën që një kafshë të jetë në prezente në çdo imazhin që unë bëj. Se e kam për zemër, nuk e ndaj dot. Sigurisht që tani nuk e bëj dot shkollën e veterinerit, se kisha në plan për t'ju futur, po kur e pash që deshte një durim të papar tash, okay. Po arritën kam dot. Po mjaftohem duke i shprehur në për murale. Po arritën kam dot. Cili ka qenë momenti më i vështirë në karrierën tënde? Kjo që të kanë prishur muralet apo? Karrierën time kjo, që më kanë prishur muralet është më e dhimbshme le të themi. Tjetër nuk është se me thënë drejtën nuk është se kam dhe ndonjë karrierë të madhe, Po kur them të madhe unë e kam filluar që 4 vjeç artin me pikturimit në letra.
por që nuk është se është në krimtari e madhe me thënë drejtën. Akoma s'kam arrit në atë fazën që të them, po kam një krimtari tani voluminoze. Po, Jam në atë akoma rrugtim që ke pasur. jam akoma në një rrugtim. Mhm. Të paktën kështu e mendoj. Ke ndonjë shembull ti që e ndjek? Apo thjesht? Po, unë të thash dhe më përpara që janë këta artistët e rrugës të cilët i është Banksy, Obey. Po, Banksy. A është, si mendon ti për këtë se ka shumë teori, a është një grup apo është një individ? Unë mendoj që është një grup, unë e kam studiuar Banksyn dhe është një grup i cili në fillim ka nisur si një artist i vetëm, pastaj u bë një grup, pastaj u bë një shkollë. Dhe këtë gjë e thoshin dhe në dokumentare, s'ka mundësi që një imazh të jetë bërë tani në Londër dhe një imazh të jetë bërë tani në Itali në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën ditë. Unë besoj që ai e ka shtrirë këtë gjë dhe e ka bërë një grup të madh. Mendoj që është një grup. Si e ke vlerësuar atë Artin e tij? Përveç arti i tij, se di, edhe për çdo person që nuk merr vesh është shumë i bukur, paktën unë ashtu e shoh. Jo, është realisht i mirë. Po si e vlerëson atë aktin që bëri në momentin që Më fal, Banksy, po t'ja shohësh afër punën, unë kam pasur fatin që ja kam parë një në Itali, që ka një në Itali në Venecia, po ta shohësh afër, ai, domethënë, nuk e ka të bukur nga afër. Po ti vesh afër, ta shohësh, nuk e ka të bukur. Në rast se shef detajet, po thua, si artist. Si detaje. Po të shohësh nga larg është një mrekulli. Kjo është e veçanta që mua më ka çuditur. Desha të pyes si e vlerëson ti me që je i të njëjtës fush, atë aktin që ka bërë që u shit në Ankara. Që pastaj $1 milion që kapi vlerën, në momentin që kapi $1 milion ai e grisi. Po, atë veprën e famshme të vajtës me balonën. Super gjetje. Ai është super gjetje. Ai është edhe një lloj mesazhi shumë i fuqishëm. Mund ta them edhe Chicago. Pse e quan ego? Po tani në momentin që ty vlerësohet arti aq shumë dhe ti vetë edhe e prish, po aq më tepër që ajo vlerësua dhe më shumë tani, shkoj në 10. Ajo është vlerësuar dhe më shumë tani si vepër arti. Unë personalisht nuk e quaj si ego, më shumë e quaj si një mesazh edhe që njerëzit për shembull mblidhen edhe vlerësojnë diçka me vlera aq maramëndse. Dakor, po kur shiko, ishte edhe ai që ngjiti banane në mur edhe shiti miliona lekë. Okej, po ajo banane s'ka si mesazh, kurse Banksy ka mesazh. Dakor, por që në momentin që ty të vlerësohet puna e shumë, por si gjetje ishte fantastike. Me thënë, si gjetje mua më qenë shumë. Kur futet lekun mes, mendon ti se prishet arti? Jo, nuk është se mendoj këtë. Kur vlerësohen për shembull me kaq shumë maramëndse, nuk tikën ai frymëzimi. Shiko, arti është i lirë, që të kuptojmë një gjë, arti është i lirë. Artin unë mund ta shes 1 lek, mund ta shes 10 lek, mund ta shes 100 lek. Më kupton? Vë unë çmimin e artit tim. Sigurisht pastaj që ka dhe kritikët ata që të vlerësojnë, që të thonë që shiko, ti e ke kjo vepër kaq kushton. Është ajo që bëhet me çmimet që Ankandi. Pra, ka dhe atë që e vlerësojnë pastaj që veten çmime maramëndse. Por fati keq që s'ja kemi arritur. Po në rast jo, desha të them, në rast se ty të ofrohen shuma që ti për shembull nuk e ke parashikuar ndonjëra, mendon se të bija i stimuli, fillon e thu që okej, unë kam vendosur këtë standard tani edhe nuk kam nevojë që të lodhem aq shumë. Unë për shembull nga klientët e mi, sigurisht që vazhdoj dhe mbaj të njëjtën standard pune. Nuk tallem ose nuk them okej, dakor, hajde me që arrita këtë firmë, bëj vetëm një vizë aty dhe je okej. Jo. I jep rëndësinë e dur çdo punë. Çdo punë duhet të jap rëndësinë e dur, sepse në fund fare vë atë emrin aty poshtë, edhe për mua ka shumë rëndësi kur vjet ai emri aty poshtë. Është shumë e rëndësishme kur vë atë emrin aty poshtë, sepse është vula ajo që e është ajo që të përfaqëson në fund. Është ajo që përfaqëson. Franco, më thuaj një mesazh për shoqërinë shqiptare, dua.
Po, unë them që vetëm me punë mund të arrihet çdo gjë. Do thënë vetëm duke punuar, duke parë punën e tyre, duke punuar fort, do arrin diçka. Kaq, vetëm me punë arrihet çdo gjë. Do thënë, se po ndenje vetëm në kafe duke pirë edhe duke u marrë me Frankon edhe X-in e Y-in, nuk arrin gjë. Ose me ngjitjen e shkallëve nga 1 ke 10. Po pra. Funksionone? Shkallët në fakt duhet ngjisesh nga 1 te 10 kështu, 1 nga 1, se po Jo, po themi direkt. Po direkt s'ka asnjë, se direkt ndodh edhe kjo që i ngjit direkt, ka njerëz që i kanë ngjitur direkt, po me pak kohë pastaj kanë rënë poshtë edhe nuk janë ngjitur më. Shumë e bukur. Unë të falenderoj shumë që ishe sot këtu. Faleminderit gjithashtu për kontributin që jep në Shqipëri edhe që na ke zbukuruar jo vetëm Tiranën, po edhe qytetet e tjera me veprën tënde. Faleminderit shumë. Edhe të uroj suksese. Gjithashtu.